Pra të nderuar qytetarë, të nderuar gazetarë, të nderuar përfaqësuesë të mediave, tragjedia katastrofale në Koçan, të cilën vdiqën një numër i madh i bashkëqytetarëve tanë, ngriti shumë pikë pyetje për sigurinë, kontrollin dhe funksionimin e institucioneve, veçanërisht për ata që sipas ligjit dinin dhe ishin të detyruar të dinin se çfarë po ndodhte. Koçani është një komunë me 31.602 banor, 12.000 janë visëri dhe vetëm 2 vende që operojnë me aktivitet si klub nate apo kabare. Në komunën e Koçanit, bashkëqytetarët njihen me njëri tjetrin, por edhe popullata lokale i di shumë mirë rrethanat në vetë komunën. Kryetari Ljupço Papazov, i cili ka qeverisur 3 vite me komunën e Koçanit, e dinte dhe ishte i obliguar të dinte se kompania MMM Cafe Doyle Koçani nuk kishte licencë dhe nuk i plotësonte kushtet për të ushtruar aktivitet si lokal nate në komunën e tij. Ministria e Ekonomisë nuk ka lejuar që në mars të vitit 2024 t'i lëshohet licencë objektit ku ushtroi aktiviteti, pikërisht për shkak se në atë kohë nuk plotësoheshin kushtet për një miratim të tillë, pra nuk plotësonte kushtet e sigurisë për marrjen e licencës. Në pyetjen nëse janë kryer të gjitha kontrollet e nevojshme në vitin 2012 dhe nëse është konstatuar se hapësira e klubit të natës i plotëson standardet për mbrojtjen nga zjarri, daljet e sigurisë dhe kapacitetin evakuues, përgjigjja është e thjeshtë. Në vitin 2012, pra 13 vite më parë, nëse objekti plotësonte kërkesat minimale teknike për të kryer ndonjë aktivitet, në vitin 2024 nuk plotësonte kushtet për kryer aktivitetin e një klubi natë. Ndaj është thelbësore të dihet se cilat institucione dhe zyrtar dhe me vendim të kujt lejohet që në vitin 2024 dhe 2025 kjo kompani të ushtrojë aktivitetin e një klubi nate apo kabareje dhe që ky objekt të funksionoj pa licencë. Besojmë se është e qartë për opinionin kush ka pushtet absolut mbi institucionet në nivel lokal dhe kombëtar, që nga viti i kaluar në Maqedoni, kohë në të cilën ndodhi kjo tragjedi, kush e lejohet të ndodhë dhe kush është përgjegjës për ngjarjen e kësaj tragjedie dhe duhet të ketë përgjegjësi dhe llogaridhënie. Rregulloria për plotësimin e kërkesave minimale teknike thotë se subjekti juridik duhet t'ia dorëzojë kërkesën për përmbushjen e kërkesave minimale teknike për kryerjen e tregtisë dhe fillimin e funksionimit të objektit të shitjes apo të objektit tjetër afarist tek organi kompetent i komunës së Koçanit. Kjo autoritet është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit. Aplikacioni për plotësimin e kërkesave minimale teknike, personi juridik do të dorëzojë edhe në Inspektoratin Shtetëror të Tregut në Koçan, i cili është kompetent dhe i obliguar për të kryer kontroll. Sipas rregullorës për zbatimin e kushteve minimale teknike për kryerjen e veprimtarisë hotelierike, në nenin 9 thuhet se objektet duhet të plotësojnë kushtet, domethënë me kërkesën për vendim për lëshim në licencës së kabares, duhet të paraqesin vendim nga regjistri qendror, tarifë të paguar në komunën e Koçanit, kërkesë për plotësimin e kushteve minimale teknike për kryerjen e veprimtarisë, të paraqitur në Ministrinë e Brendshme, si dhe kushtet e Ministrisë së Brendshme për mbrojtjen e rendit publik dhe sigurisë në komunikacion nëse janë plotësuar. Ministria e Ekonomisë, pikërisht për shkak se nuk ishin plotësuar kushtet për dhënien e licencës, nuk ishte dorëzuar dokumentacionin nevojshëm, nuk ka lëshuar licencë. Pretendimet se dikush nga Ministria e Ekonomisë ka lëshuar një licencë të rreme janë një sajesë plot, nëse dikush, konkretisht sekretari i shtetit, do të merrte para, korrupsion për të lëshuar licencën, do të ishte lëshuar dhe regjistruar në ministri. Por edhe në regjistrin e licencave, i cili përditësohet vazhdimisht çdo muaj me të dhënat më të fundit, një licencë e tillë nuk regjistrohet. Nëse dikush ka falsifikuar një dokument jashtë institucionit, përgjegjësia është e individit apo e grupit që ka bërë të njëjtën gjë dhe duhet të ketë përgjegjësi.
Në përpjekje për të shpëtuar nga përgjegjësia që duhet të kenë zyrtarët e partisë së tyre, në radhë të parë kryetari i komunës së Koçanit dhe pushtetarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Koçanit, të cilët ndodheshin çdo ditë në objektin ku ndodhi ngjarja tragjike, qeveria e VMRO-DPMNE-s po përdor trillime për ta orientuar zemërimin drejt kërkimit të përgjegjësisë atje ku edhe nuk ka përgjegjësi. E vërteta e përgjegjësisë është si më poshtë. Aksidenti ka ndodhur në kohën kur VMRO-DPMNE ka qenë në pushtet me kontroll të plot mbi të gjitha institucionet, si në pushtetin qendror, ashtu edhe në atë lokal apo komunal në Koçan. Është kryetari i komunës së Koçanit nga radhët e VMRO-DPMNE-s dhe shefi i Ministrisë së Punëve të Brendshme i Koçanit me propozim të kryetarit të komunës. Në 2. Ministria e Ekonomisë në vitin 2024, pikërisht për mos plotësim të kushteve, nuk ka dhënë miratim për klubin e natës, as shërbimet administrative në Ministrinë e Ekonomisë lëshojnë licencë për të operuar këtë kabare apo si klub natë. Dikush po tenton ta defokusoj këtë fakt me një gjoja falsifikim që nuk dihet nëse ekziston, kush e ka bërë dhe ka shumë mundësi që është krijuar pikërisht për të shmangur përgjegjësinë për kryetarin e komunës dhe ata që kanë 3 vite në pushtet dhe kanë lejuar të zhvillohen mira ngjarje për një vit të tërë pa leje në objektin ku edhe ndodhi ngjarja fatale. VMRO-DPMNE nuk ka 1 muaj në pushtet, por gati 1 vit në pushtet. Në atë vit reformuan tërësisht Ministrinë e Ekonomisë dhe është ndërruar në Ministri për çështje ekonomike dhe të punës. Në vitin e kaluar janë të përgjegjshëm dhe është dashur të mbajnë shënim se çfarë po ndodhte me objektet dhe të kontrollojnë përmes institucioneve të tyre se aty nuk ka patur kushte për një lokal nate dhe për këtë arsye nuk ka patur licencë për klub nate të lëshuar në vitin 2024 nga Ministria e atërshme e Ekonomisë. Kryetari i komunës së Koçanit, Papazov, jo vetëm që ishte detyruar të dinte, por edhe të ushtronte kontroll të përditshëm mbi funksionimin e objekteve në jurisdiksionin e tij. Në Koçan, si komunë me 31.602 banor dhe vetëm 2 vende që operojnë si një klub nate apo kabare, Papazov dhe autoritetet e komunës e dinin dhe ishin të detyruar të dinin se kompania MMM Cafe Doyle Koçani nuk kishte licencë dhe nuk i plotësonte kushtet. Kjo është një tragjedi e përmasave të papara, ku humbën jetën një numër i madh të rinj. Duhet të ketë përgjegjësi dhe llogariedhënie. Në këtë rast, është në mars të vitit 2024, Ministri i Ekonomisë, Zoti Bekteshi, nuk ka lejuar dhënien e licencës për një lokal nate për shkak se objekti nuk plotësonte kushtet. Nuk kishte asnjë licencë në regjistrin e ministrisë dhe as administrata nuk e ka përgatitur një licencë të tillë në vitin 2024. Pse objekti ka funksionuar pa licencë deri në mars të vitit 2025? Përgjigja duhet kërkuar në vendin ku duhet kërkuar dhe marrë përgjegjësi dhe llogari për këtë tragjedi. Në ditët në vijim do të japim publikut dokumentacionin dhe provat e plota se kush, si dhe në çfarë mënyre ka lejuar të ndodhë kjo tragjedi e tmerrshme dhe do të paraqesim një raport dhe prova të detajuara në prokurorinë publike për të nisur procedurën për përgjegjësi penale për personat dhe institucionet kompetente, sepse duhet të ketë përgjegjësi dhe kjo tragjedi nuk duhet të lejohet të përsëritet më.